nuk doja t'ju e tregoja para se like t'ishe sigurt, but my eyebrows, e përdor edhe të çorpikët. So good. E bëm kështu. E bëj 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në darkë, and betullat e mia nuk kanë qenë kur kaq të trasha. That's all I'm gonna say. The OG, every day on repeat, nuk ka, do më thënë, SPF me bas, nuk krahasohet. Look, it's like lëkura ime. Literally. Yeah, iku. It's like lëkura. Nuk ndryshoj më, that's it. Kjo është forever tani. Unë kam dhe një gjë, kur më pëlqen një produkt, unë nuk ndryshoj. Am I forever, jam loyal like that. Po kjo ishte gjetja e vitit. I mean, come on guys, it's like lëkura. Nuk ke nevojë për asnjë gjë tani. Edhe në këtë, ke edhe SPF, ke edhe bazën. Shkëlqen fytyra, bën edhe i çik blash këtu edhe kryj punë. Dhe më dal kështu to be honest, tregoj concealer. Më pëlqen aq shumë kjo make-upi që po bëj këtë kohë të fundit, saqë nuk jam duke shkuar më me bë make-upin për gjyrimin që kam, sepse thjesht e bëj vetë, se më përpara I was like tram fare me make-upin. E bëj vetë tani edhe jam, I mean, sot po e bëjmë pak më extra, sepse kam një gjyrim, po just do it like that, nuk kam më nevojë, bëj super light, natural. Ka shqipëgullon me qikë ngjyrën e fytyrës, kemi qikë color, like that, që të shkëlqen. Spray para se me bë buzën dhe me maru. Me erdhi tezja. Ja, shenjë të dashurisë, më ka bë me puskuq. Kemi shumë dashuri në këtë shtëpi. Duhemi shumë, japim shumë dashuri njëri tjetrit. Unë dhe një herë jam të shtëpia mamit dhe babit dhe këtu hynë dalin shumë njerëz. Dhe është një gjë e bukur në fakt se jetosh në një shtëpi ku hynë dalin familja jote e madhe e bukur e kështu. Po, ka një herë. Anyways, love, lots of love. Kjo currency. So this is the final look për make-upin. Kam dalë në dritarin që ta shihni pak më qartë se sa flawless që është, sa bukur duket në diell, se me këto drita të kështu gjithmonë të gënjeheni, po drita e diellit gjithmonë nxjerr në pak çdo gjë. So yeah, you can see it's like so good. It's my favorite, shumë natyrale. And let's not forget tani lash boosterin që ju tregova, kanë gati 2 muaj që e përdor, kështu që e them me shumë siguri, it's a very good product për të shtuar tek vetullat dhe çorpikët, nëse doni t'i zjasni ose t'i trashni, është një serum shumë i mirë për booster.